të drejt për drejt do të shkojmë në Bulqiz, në qarkun e Dibrës me kolegun ton Mahir Jangulli, pasi një 80 vjeçar ka humbur jetën pasi banesa e tij në katin e parë të një pallati është përfshirë nga flakët. Ai ka qenë i vetëm në shtëpi. Cilat janë informacionet e fundit, shkaqet e këtij zjarri, mësoj më shumë me kolegun Mahir Jangulli. Përshëndetje Mahir. Përshëndetje Ndërtil, po, sot rreth orës 9 të mëngjesit, pra ka rënë zjarr në katin e parë të një banese në qytetin e vjetër të Bulqizës, ku ka humbur jetën një 80 vjeçar, Gjevdet Cara, i cili jetonte i vetëm në banesë. Zjarri është parë nga komshitë e këtij, pra është parë nga komshitë e pallatit, ku kanë thyer derën, më pas kanë thyer dhe penxheret e pallatit, ndërkohë që 80 vjeçarin e kanë çuar në spitalin e qytetit Bulqizës, por kanë ndruar jetë për shkak të flakëve të zjarrit, me fjalë. Ndërkohë në vend zjarri ka mbërritur edhe zjarrfiksja dhe policia, e cila po heton për shkaqe të zjarrit. Mendohet të jetë zjarri të jetë nga cigaret që mund të ketë 20-80 vjeçare ose nga shkëndijtë elektrike. Ndërkohë ka qenë i vetëm në banesë, jetonte vetëm, apo në momentin kur ka rënë zjarri ka qenë vetëm? 80 vjeçari jetonte me bashkëshorten e tij, por në momentin kur ka rënë zjarri në banesë ka qenë i vetëm, për arsye se bashkëshortja nuk ka qenë momentalisht aty. Ndërkohë dëmet janë të shumta, besoj, dhe materiale, por ajo që është më fatale është humbja e jetës. Ka ndruar jetë gjatë transportimit për në spital? Po, dëmet në banesë janë fatale, janë djeg plotësisht. 80 vjeçari ka ndruar jetën në spitalin e Bulqizës, pra ka shkuar me jetë deri aty, por ka ndruar jetën në spitalin e Bulqizës për shkak të asfiksisë dhe të Përveç grupit hetimor, i cili po merret me zbardhjen dhe shkaqet e kësaj ngjarje, nuk e di nëse ke mundur të flasësh me fqinjet, me banorët e 80 vjeçarit të ndjerë? Po, në fakt, pra, zjarri është parë nga komshit, të cilët e kanë parë duke dalë tym nga penxheret e banesës. Menjëherë kanë thyer xhamat e banesës, ku edhe kanë hapur derën me forcë, ku kanë gjetë edhe 80 vjeçarin aty, pra e kanë shoqëruar në spitalin e Bulqizës. Pra kanë qenë banorët ata cilët menjëherë pra kanë parë zjarrin, kanë hapur derën dhe më pas kanë lajmëruar policinë apo edhe zjarrfiksen. Banorët e pallatit kanë njoftuar edhe zjarrfiksen, por edhe policinë, e cila ka bërë edhe veprimet në vendin e ngjarjes, ku do zbardhë edhe shkaqet e rënës zjarrit, pra. Faleminderit Mahir, do të jemi sërish me ju në tjera lidhje të drejt për drejta, nëse do të ketë të tjera zhvillime.